SPAK, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Policia e Shkodrës ditën e sotme po kryen kontrolle dhe veprime hetimore në Malësi të Madhe, Barbullush, Bushat dhe Mjedh, në kuadër të parandalimit të krimeve zgjedhore. Procedimet penale që janë regjistruar nga SPAK për krime zgjedhore në Shkodër, agentët e BK po mbështeten në terren nga oficerë dhe patrulla të bluve të Shkodrës. Në terren është edhe Altin Dumani, i cili është në krye të task forcës për krime zgjedhore, ndërsa mësohet se ka persona të ndaluar. Kreu i SPAK, sipas burimeve, ka vënë theksin tek zbulimi i krimeve zgjedhore. Altin Dumani deklaroi se SPAK ka procedime konkrete dhe se është lidhur me krime zgjedhore dhe pritshmëritë janë të mëdha. Po ashtu, Dumani ka kërkuar që në rastet kur ka akuza apo deklarata publike për shitblerje vote, personat që bëjnë këto akuza të thirren për të bërë kallëzim në polici dhe prokurori dhe të mos neglizhohen si raste. Mëtej ai kërkoi që policia dhe prokuroria të jenë sa më vigjilente lidhur me krimet zgjedhore në këto ditë të fundit të fushatës elektorale. Ndërkohë, mësohet se personat që po procedojnë penalisht janë anëtarë të shtabit elektoral të Partisë Socialdemokrate të drejtuar nga Tom Doshi. Përmes një postimi në rrjetet sociale, SPAK bën me dije se deri më tani ka nisur hetimet për 35 materiale kallëzuese për çështje. Ndërkohë, ende nuk ka një komunikim zyrtar nga prokuroria e posaçme.